Pjesëmarrja e punonjësve të administratës publike në aktivitete politike solli debate në Komisionin e Ligjeve. Opozita ngriti shqetësim se punonjës të administratës angazhohen politikisht, madje sipas deputetit Orit Blykbashi. Kjo vëritje është bërë dhe në raportin e IBAR për Shqipërinë. Është me prova plot që sistemi patronazhimit është sistemi i cili po masakron administratën publike. Juve nuk besoj që nuk e dini atë historinë që çdo në punë si administratës publike duhet binte listën e atyre brenda dhe jashtë Shqipërisë për vota vitin që shkoi, që është pjesë e raportit. Dhe çështjen e patronazhimit, mos na e dëgjoni ne, lexoni se keni në raportin e IBAR-it. Përgjigjen e dha ministrja e antikorrupsionit dhe administratës publike Adea Pirdeni, e cila u shpreh se ligji nuk ndalon asnjë zyrtar që të marrë pjesë në aktivitete politike pas orarit zyrtar të punës. Kjo do të ishte për fat keq, do të ishte thjesht një etiketim i të gjithë atyre zyrtarëve publik shqiptar, të cilët punojnë me shumë përkushtim, me shumë dëshmëri dhe që ja kanë dedikuar karrierën e tyre setorit publik dhe vokacionit të shërbimit publik. Ju e dini, besoj, zoti Blykbashi, që ky është një vend demokratik, kushdo zyrtar publik, qoftë i cili do bindjes së spektit politik, ka të drejtat e tij që garanton ligji për shërbimin civil. Ka të drejtë të angazhohet në aktivitete politike jashtë orarit zyrtar, ka të drejtë që të marrë pjesë në aktivitete politike në përputhje me detyrimet që parashikon ligji. Gjatë mbledhjes së komisionit, opozita kërkoi rregullim ligjor në mënyrë që të arrihet depolitizimi i plot i administratës publike.